Ibn Abbasi Allahu e mëshiroft thot, 3 ajetet e Kur'anit kanë zbritur si ajete ku në to vepra nuk pranohet pa vepër tjetër, e cila ka ardhur paralel me të. Ajeti i parë: bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit. Kush i nënshtrohet Allahut dhe nuk i nënshtrohet të dërguarit të tij, alayhi salatu wassalam, nuk pranohet nënshtrimi i tij ndaj Allahut. Ajeti i dytë: faleni namazin, jepeni zakatin. Kush falet dhe nuk jep zakatin, nuk i pranohet namazi i tij. Ajeti i tretë: bëhu falendërues ndaj meje dhe prindërve të tu. Kush e falenderon Allahun dhe nuk i falenderon prindrit, nuk i pranohet falënderimi që ja bën Allahut. Prej argumenteve të lartë përmendura, na bëhet e qartë se respektimi i prindërve është detyrim i çdo njeriut, ndërsa mos respektimi i tyre është mëkat prej mëkateve të mëdha. I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam thot: "Atë dëshironi t'ju tregoj për mëkatet më të mëdha?" Këtë e përsëriti 3 herë. Sahabët i thanë: "Po, o i dërguari Allahut." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Bërja shirk Allahut dhe mos respektimi i prindërve."